që deponohet dhe trajtohet në këtë mënyrë në termocentralin e Vlorës, ku, sipas kryeministrit të Republikës Kosovës, ka një gatishmëri që të shndrohet në Republika e Kosovës në aksionare dhe aty të kthehet në energji dhe natyrisht me që ne jemi tash një zonë energjetike, Kosova nuk ka kohë që është shkputur nga zona energjetike jugoslave dhe përbën një zonë me Republikën e Shqipërisë, ta marrë energjin nga termocentrali i Vlorës. Edhe një arsye shtesë ka që shkon dobit kësaj ideje. Infrastruktura është total inexistente në Kosovë për gasin dhe duhen 2 deri në 5 vite që të rregullohet kjo infrastrukturë. Natyrisht edhe nëse do të vinte nga Shkupi, mos të flasim nëse do të vinte nga Kuksi, që do të ishte investim edhe më afatgjatë. Pra, në gjitha anët që do të shikohet, nuk kemi të bëjmë me refuzim të gazit amerikan, po me trajtim të kësaj ideje në përputhje me interesat ekonomike të Republikës dhe me një lloj rezilience kombëtare që nuk kupton me një lloj po pse mos ta ndërtoj vendimmarrëse në përputhje me këto interesa. E kuptoj, po pse duhet të presi Vlorën, Kosova dhe mos ta ndërtoj vetë dhe ta marrë edhe Shqipëria e Veriut ta marrin Kosovë për shembull? Unë mendoj se kjo është çështje e ekspertëve që do duhet ta trajtonin, se si do të ishte më mirë, dhe ekspertët tanë duket që anojnë më shumë nga varianti që do duhet ta mirëten nga Vlorë energjin. Dhe termocentrali Vlorës të shndrohet në një prej shtyllave të ekonomisë në fushën e energjetikës dhe të sigurisë, i përbashkët për gjithë kombin. Dhe nuk ka asgjë të keqe në këtë drejtim. Ndërkaq variantet tjera kërkojnë kohë më të gjatë dhe investim më të madh. Ka një shqetësim apo disa zyrtarë europian janë shprehur se me këtë mënyrë neve do ikim nga varësia e Rusisë në varësinë e Amerikës. Madje disa prej analistëve e kanë parë edhe, po them, këtë qasje të zotit Kurti, as refuzim as pranim, por rri në mes, si mbajtje ane në debatin Europë-Amerikë të Europës. Pra, pozicioni i tij është diktuar nga Europa. Përplasjet në rrafshin transatlantik ne kemi pohuar disa herë edhe në bashkëbisedimet tona, nuk do duhej që palën shqiptare, cilin do kryeqendër, ta sillen në pozicionin e palakmueshëm që të pozicionohet për njërin apo për tjetrën. Ne kemi nevojë për bashkëpunim me që të dy partnerët tanë, edhe me BE-n edhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në rastin konkret, heqja nga varësia ruse ka dëshmuar se është e dobishme për Evropën dhe këtë model e kemi vure jo vetëm te Gjermania, por edhe te Çekia, te Slovakia, te Hungaria, ndërkaq mos të flasim për pjesë tjera që janë satelitë shtetet tjera që janë satelitë Rusisë. Në këtë kuadër sigurisht që për aq kohë sa gasi amerikan krijon diversitetin e duhur për të larguar shtetet nga varësia e energjisë ruse, janë thjesht aksione, veprime të mirëseardhura. Në këtë drejtim nuk kemi nevojë të pozicionohemi. Ne, që është e vërteta, si dy republika, në funksion të krijimit të pavarësisë energjetike, një termocentral i tillë i përpunimit të gasit në Vlorë do të na mjaftonte. Profesor, në Serbi duket se situata është, po e përdor një shprehje shqiptare, as mish as peshk. As me zgjedhje, as pas zgjedhje. Çdo ditë Vučić ka një teori, do jap dorëheqjen, po mbledh librat, brenda disa ditësh
do shoh nëse do kandidoj për kryeministër, do krijoj listën time, çdo ditë ka një teori, por që vazhdimisht flet për zgjedhje, ndoshta duke parë edhe sensibilitetin që ka në Beograd apo tek protestuesit. Po fiton kohë Aleksandar Vučić? Po mundohet të marrë një marrëveshje exiti që të mos preket pas largimit nga politika, apo do të bëhet kryeministër, po ikën si Vladimir Putin nga njëri post në tjetrin? Për gjykimin tim, kjo e fundit është më afër së vërtetës, sepse kemi të bëjmë thjesht me një copy-paste të pushteteve sipas metodës ruse. Dhe Vučić ka paralajmëruar disa herë që është e vërteta, por ishte në kërkim të afateve më të përshtatshme për forcën e tij politike. Dhe duket që rikthimi i tij në krye të partisë gjykon sipas gjykimit të tij do t'i mundsonte një fitore të re dhe do ta siguronte pozicionin e kryeministrit. Ai madje gjykon se kjo është krejtësisht e mundshme. Bazuar në fuqinë e spektrit politik opozitar në Serbi, ndoshta edhe ka të drejtë. Prandaj ai po gjykon se cili do të ishte afati më i përshtatshëm për te, fillimi i vjeshtës apo fundi i vjeshtës. Por gjithsesi brenda këtij viti në Serbi do të kemi zgjedhje të parakohshme. Fakti që ditën e djeshme kanë përfunduar dhe procedurat e heqjes së varësisë, ndërmarrjes së naftës, ndërmarrjes së tyre NIS, siç njihet nga Rusia dhe janë shitur Hungarisë. Shkon me qasjen që ka rinisur së fundi në fakt Vučić, duke folur në çdo dalje për dashurinë e madhe të serbëve për Donald Trump.